Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në ditën e gjykimit, atyre njerëzve që i kanë bërë veprat për njerëz, domethënë që t'i shohin njerëzit, u thot Allahu subhanahu wa ta'ala, idhhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. U thuhet shkoni te ata që për të cilët ju i keni bërë veprat. Domethënë shkoni te ata që keni dashur t'ju shohin në dunja, edhe shikoni ata a kanë ndonjë shpërblim për ju. Edhe ky hadith është shumë i qartë, edhe shumë, do thot, në përputhje dhe në sqarim të logjikës së shëndosh. Do të nëse njeriu bën një vepër për dikën tjetër, si ka mundësi ta presë shpërblimin te dikush tjetër? Do të thënë kjo prej krijesave. E nëse është në raport me krijuesin subhanahu wa ta'ala, do të thënë i bën veprat që i ka obligim t'i bëjë ndaj krijuesit të lartësuar, edhe i bën për njerëzit, si ka mundësi të presë shpërblim te Allahu i lartësuar. Edhe besoj që me këtë jepet përgjigje për ata që thonë pse ju thoni se veç, do të thënë veç për ju është xheneti, edhe nuk hyn xhenet askush përveç atij që është musliman. Do të thënë ka njerëz të mirë edhe prej krishterëve, edhe prej jahudive, edhe prej budistëve, edhe prej hinduzëve, edhe prej ateistëve. Keni pa ndoshta një pyetje që e bëjnë ata që duan të polemizojnë me tekstet e Kuranit dhe Sunetit. Thot, a do t'ishe befasuar, do të thënë i thot hoxhës, a do t'ishe befasuar nëse shë një ateist në xhenet. Do të thënë, edhe pse ai nuk beson as xhenet as xhehenem. Do të thonë, si ka mundësi të presin shpërblim te Allahu nëse kanë adhuruar tjetër kanë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të nëse e kanë adhuruar për shembull Budën, atëherë në të shkojnë të kërkojnë xhenet prej Budës. Edhe e kështu me radhë. Do të thënë, prandaj ne themi se ai i cili bën shirk nuk hyn në xhenet asnjëherë, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala ka treguar, edhe është e qartë, do të thënë librin e Allahut, edhe përgjithmonë është në xhehenem. Edhe ky hadith në lidhje me rian, do thotë u thuhet atyre, shkoni te ata që ju e keni bërë veprat, t'ju shohin ata. Do të thënë i keni bërë veprat për ata, atëherë shkoni ata a mund t'ju shpërblejnë.